Një ditë pas shkarkimit nga detyra, ministri i mbrojtjes Pirro Vengu u shfaq në krah të diplomates amerikane Nancy Van Horn në dorëzimin e sistemeve raketore Javelin në komandën e forcës toksore në Zalher. Kënaqësi që në këtë moment tranzitimi të detyrës sime të lejmë këtë shenjë sot së bashku me partnerët tanë amerikane. Forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë kanë profituar sisteme mbrojtje modern falë ndihmës amerikane. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara Amerikane vlerësoi rritjen e angazhimit të vendit tonë për sigurinë. Rritja e angazhimit tuaj për sigurinë është një pagesë paraprake për paqen përmes forcës. Kjo paradhënie kërkon jo vetëm rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes, por edhe një fokus të qëndrueshëm në gatishmërinë luftarake dhe modernizimin ushtarak. Një tjetër pikë e rëndësishme ku u ndal diplomatia amerikane ishte kontributi në vendit tonë në NATO dhe misionet ndërkombëtare. Mjedisi i sigurisë me të cilin përballemi të gjithë kërkon që të gjithë aleatët të bëjnë pjesën e tyre dhe në emër të SBA dua të vlerësoj kontributin tuaj me trupat ushtarake për NATO dhe misionet ndërkombëtare në mbar botën. Ne jemi krenar që jemi partner në këto përpjetje. Sistemi raketor Javelin është një nga sistemet më të avancuara të mbrojtjes që përdoret nga vendet anëtare të NATO-s.